paraqitet për opinionin publik që thotë që po ne sekustruam kaq para, po e vetmja gjë që është bërë në këto kontrolle ka qenë marrja prova si telefonat, laptopet, edhe disa mjete që mund të përdoren për zgjedhjet dhe përdorimit personal. Ndëshkuar avokat, të jemi të sinqert, nuk besojmë se në Shqipëri s'ka krime zgjedhore. Kemi dëgjuar të gjithë nga pak. Unë besoj që, Gjoj, që t'jemi korrekt. Në qoftë se ne kemi bërë një kontroll, po themi dje, ne duhet të presim fazën e mbledhjes provave. Pra, kontrollet e telefonave, laptopëve, mjeteve të ndryshme duhen kontrollin e tyre dhe duhen kohën e tyre që të mbledhen si prova. Dhe në qoftë se në këto momente e gjenden prova, atëherë unë besoj që do ketë të arrestuar. Pra do ketë urdhër arrestit për disa persona në Shqipëri për shkak të krimeve zgjedhore ose për shkak të shitblerjes votës. Avokat, si e pret rezultatin e zgjedhjeve? Rama shkoi në Kuç, dje e ka bërë traditë që i vizatonte një mbulesë e riciklueshme tavoline. Parashikimet e tij. Por ishte një parashikim goxha ambicioz, 78 deri në 88 atë. Si çdo lider mundohet që të promovoj ose të jap forcë elektoratit vet, edhe ndoshta edhe Rama ka bërë zakon si para 4 vitesh shkoi dje mos gaboj në Kuçin e Vlorës, një fshat shumë i hequr në Vlorë, por unë besoj që çështja e marrjes rezultatit në letra nuk besoj që është ndonjë diçka e mirë që mund të paraqitesh një fitore plebishite në Shqipëri. Unë besoj që zoti Rama duhet të jetë më eksplicit dhe më i hapur me publikun për sa i takon zonave të veçanta në Shqipëri. Unë besoj që Partia Socialiste është partia më e madhe në Shqipëri, absolutisht e pranon secili nga ne, e dimë edhe sondazhet, edhe ku jetojmë, por besoj që një memorandum i tillë nuk më lë një shije të mirë për shkak të një fitore të nesërme që do arrijë Partia Socialiste për shkak të një mulese. Pra, zoti Rama bën edhe, domethënë, lot edhe me metafora, bën edhe atë pjesën e gallatës, po themi, elektorale, duke paraqitur Partinë Socialiste si fituese pa diskutueshme në zgjedhjeve. Ndoshta kjo është ajo që bëri Rama në Kuç. Pra, rezultati duke e skicuar është ajo që zoti Rama në shumë raste përdor atë që zoti Rama është artist për pjesën e artit fjalës, për publicitetin, pra është një avangard për gjithë vërtetës. Unë vetëm një burr mund t'i bësha një krahasim me zotin Rama, për mendimin tim personal ka qenë vetëm Ben Blushi, i cili në publicistikë dhe në artin e fjalës ka qenë një konkurrent i zotit Rama për sa i përket artikulimit. Por unë besoj që zoti Rama e ka paraqitur këtë si një fitore të pa diskutuar është Partia Socialiste dhe besoj që vajtja në Kuç është në një formë tallje që i bën Partisë Demokratike për shkak të rezultatit që do arrijë në zgjedhjet e ardhshme. Por unë mendoj që rezultatet do jenë ato dhe të gjitha do përmblidhen në atë që ka bërë Partia Socialiste në 12 vite. Pra, ka punuar, do jenë qytetarë shqiptarë ata që do gjykojnë Partinë Socialiste në 12 vite në pushtet. A ka pasur arritje? Absolutisht po. A ka pasur edhe mangësi? Absolutisht po. Do jenë shqiptarët ata që do vendosin. Por unë po e them përsëri që Partia Socialiste është parti e parë dhe parti fituese dhe unë besoj që do t'i kaloj mbi 70 deputet Partia Socialiste. Besoj apo. Se sa arrin 74, 78, 88, atë nuk mund ta them, por unë besoj që Partia Socialiste do realizoj prapë një mazhërancë mbi 70 deputet në zgjedhjet e ardhshme. Por çështja shtrohet Gjoj në tjetër kuptim. Në qoftë se po themi Partia Socialiste do marrë një mazhërancë përsëri. Pra është një mandat i 4. Atëherë Partia Socialiste duhet të reformohet dhe duhet një reformë e gjerë në institucionet administratës shtetërore, duhet një reformë e thellë në institucionet politike dhe Partia Socialiste me mandatin e 4 do marrë shumë më shumë përgjegjësi se çka pasur deri tani, për shkak se pritshmëritë do jenë shumë të larta. Dhe shqiptarët nuk pranojnë më që të zhgënjehen drejt rrugës Bashkimit Evropian, nuk pranojnë shqiptarët që zhgënjehen për shkak të rritjes ekonomike. Pra Partia Socialiste me marrjen e mandatit 4 do ketë një, po themi mbi shpatullën e saj, një barë shumë të rëndë, të cilat duhet gjej elemente dur dhe personat e dur që ta marrin këtë qerre, po themi, dhe ta çojnë në Bashkimin Evropian. Është shumë shiko, ajo që ka gryer më shumë Partinë Socialiste në 12 vite pushtet ka qenë pabërgjeshmëria disa personave në drejtimin e administratës publike.
Dhe unë besoj që Rama në këtë rast do i dhe gishtin mirë se kush do jenë drejtues, po themi, të administratës shtetërore dhe ministrat e arshëm që do jenë në qeveri. Sepse disa janë eficient, disa nuk janë eficient. Disa lejojnë që në ndrejtimin e tyre të luhet korupcion galopant, dhe disa të tjerë nuk lejojnë. Po të marrë vetëm një shembull, jo se duhet ta përmend, unë përmendim të për një ministër për shembull. Jo për shkak se për asnjë lloj politike, por në qoftë se ne kemi ministër, po të marrë Blendi Gonxhën. Po ta krahasoj me emër. Gonxha për shembull ka treguar një autoritet drejtues shumë cilësor. Po të marrë ministrin e bujqësisë Anila Denaj, një grua perfekte, asnjëherë për folur për çështje e korrupsionit. Pra, persona si këta i duhen Partisë Socialiste që t'jenë avangard në administratën dhe administrimin e pushtetit në 4 vitet e ardhshme. Po të marrë shembull dhe tjerë, po them po përmend vetëm këta, që për mua ka një integritet profesional dhe moral në drejtimin e ministrive ose në drejtimin e shtetit. Pra, zoti Rama, për mendimin tim, në fitoren e zgjedhjeve duhet që disa reforma të bëhen sidomos për sa i përket administratës dhe për sa i përket çështjeve politike. Na duhet, për shembull, Ministria e Jashtme na duhet shumë efikase. Ministria e Mbrojtësisë na duhet shumë efikase. Ministria e Financave na duhet shumë efikase. Jemi në grup raportet, raportet e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Na duhen negociatorë të zot dhe të shpejt, marrëdhënie diplomatike dhe ndërkombëtare. Pra nuk mund të presim njerëz që mund të sillen me atë me fësinë e tyre. Pra na duhet në një zhdërvëtësie shpejt e persona dhe personaliteteve që zoti Rama duhet ketë në krye të qeverisjes, sepse për ndryshe ne do na vonohen. Ne nuk mund të humbim kohë me çështje tenderash korruptive dhe me çështje të vogla korruptive. Ne duhet të jemi avangard që ne të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian, pastaj zhvendosja standardeve dhe Shqipëria ecën gjithmonë përpara. Mos harrojmë që për shembull kemi edhe rastet, rastet e Bregdetit, agroturizëm, ne kemi shumë fusha ku ne duhet investojmë në mënyrë të shpejtë, që të kemi një rritje ekonomike shumë shpejt. Ne po ta shikosh tani, zona e agroturizmit, zonat malore po kërkojnë një zhvillim shumë shpejt. Pra ka një zhvillim shumë furishëm. Zonat e Bregdetit, të gjitha këto, Shqipëria, ne nuk kemi Gjermania që të prodhojmë Mercedes. Nuk e prodhojmë dot. Por ne duhet i kushtojmë shumë rëndësi industrisë turizmit, qoftë malor, qoftë edhe Bregdetit. Pra me këto dyja, me aq njerëz sa jemi ne mund të jetojmë shumë mirë, mund të krijojmë të ardha shumë mirë pa na shkaluar pjesën e bujqësisë. Bujqësia është një ndër pikat kyçe që ne duhet të investojmë shumë. Por po themi, nëse ti te bujqësia vin fondet nga Bashkimi Evropian dhe vjen një drejtoresh pa përgjegjshme siç e kishte ajo Frida Krifca, dhe ti nuk e administron në mënyrë të mirë fondet e Bashkimit Evropian, atë kjo është një stagnacion për ne. Ne duam që para që japin taksopaguesit evropian, shkojnë te bujku shqiptar, shkojnë te fermeri shqiptar që të rritet bujqësia, që të rrisin prodhimin. Ne nuk kemi nevojë që të marrim edhe qepe nga Bullgaria, sepse ne duhet ta prodhojmë qepen këtu. Pra në shumë anë kemi bimë medicinale, siç në zona e Malësisë Madhe dhe këto që janë prodhuese shumë të mira. Atëherë qeveria nuk e përcakton çmimin, është e vërtetë që nuk përcakton çmimin, se çmimin e përcakton tregu, e përcakton bursa, por qeveria ose ministri përgjegjës duhet që të krijojë një ndërmjetësim po themi me ndërmarrje shumë dhaja botërore, të cilat mund të shesin fermerët e Malësisë Madhe, mund të shesin prodhimin e tyre, qoftë duhanit, qoftë shërbeles, po marr rastin ku prodhohet me shumicë. Pra, kjo është ndërvjetësia që duhet kemi ne që të rrim sa më afër njerëzve dhe prodhimi të shitet dhe të kthehet në një ekonomi. Nuk është e nevojshme që djemt tanë punojnë në lavazhet të Anglisë dhe të Gjermanisë, pasi vetëm një bujtin po të hapësh në zonën e Dugagjinit, ti krijon të ardhurat mjaftueshme për të jetuar. Vetëm një bujtin mund të hapësh në zonën e Tepelenës, mund të krijosh të ardhurat të tua, të mira familjare, pa pasur nevojë që ti të punosh në lavazhet e botës. Pra ne duhet të krijojmë dhe duhet që shqiptarët, dhe sidomos rinjist, të afrojmë që të afrohet në vendin e tyre për që të investojnë, sepse mos harrojmë gjë edhe diçka tjetër. Ne po na vinë turistë, të cilët flasin anglisht, gjermanisht, frëngjisht. Kush do përkthejmë me këta? Pleq do përkthejmë? Ne do përkthejmë. Pra komunikimi është baza. Pra ne duhet që të kemi dje me vajzat reja, që të kthehen nga migracioni dhe që të hapin bizneset e tyre në agroturizëm dhe në fushat të ndryshme dhe që ne të presim turist dhe të presim turist elitar. E qartë. Avokat, falenderoj shumë që ishe me ne këtë bisedoni. Falenderit me juve. Falenderit shumë. Mirëmiq, do të ecim mëtej, ishim me avokatin Ibra dhe të shkojmë ndërkohë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.